Ka shkuar në 525 hektar sipërfaqe e përmbytur në territorin e bashkisë Shkodër. 110 hektar ndollën në ujë në njësinë administrative të Dajçit, 265 hektar në Velipoj dhe 150 hektar në anë të malit. Prania e ujit është e kufizuar në sipërfaqet hapura bujqësore dhe në oborret e disa banesave në fshatrat Obot dhe Dajç, por pa rrezikuar përmbytje të shtëpive apo izolime. Qarkullimi në rrugën e Obotit edhe këtë të diel kryhet vetëm me mjete të larta të ushtrisë, që prej ditësh janë të vendosura në këtë zonë. Banorët janë furnizuar me pako ushqimore dhe ujë të pishëm, bëjnë me dije emergjencat civile. Nivelet e lumeve paraqiten të qëndrueshme. Buna në Dajç është në kotën e 6.58 metrave, ndërsa tekura e vjetër e Bunës 8.50 metër, rreth 1 metër nën kotën kritike. Lumi drinur në Bachallëkut është 8.20 metër, rreth 1.80 në nivelin kritik. Hidrovorët po punojnë me kapacitet të plot, duke mbajtur nivelet e ujit në kuota, ndërsa argjinaturat, kanalet kulluese dhe shkarkuesit e digës së rezervuarit të Shkodrës nuk paraqesin problematika. Ndërkohë në Malësi të Madhe, rruga e fshatit Preknica është bërë e kalueshme pas rihabilitimit të kryer nga tërheqja e porrojit. Kaskada e Drinit vjen ndërkohë të ketë prurje të larta. Në Fierz ato arrin 1500 m3 në sekond, në Koman 550 dhe në Vaun e Dejës 150 m3 në sekond, me një total prej 2200 m3 në sekond prurje. Fierza ndodhet në kuotën e 292.4 metrave, Komani 171.97 dhe Vau i Dejës 74.8 metër. Shkarkimi fundor nga hidrocentrali Vau të Dejës nga tuneli është 900 m3 dhe nga prodhimi 500, me një total prej 1400 m3. Aktualisht sipas Kesh po shkarkohet rreth 60% e prurjeve ujore në kaskad, duke minimizuar rrezikun e përmbytjeve në zonën e Nën Shkodrës. Të gjitha ekipet e emergjencave civile ndolën në gatishmëri, forcat toksore vijojnë të asistojnë banorët e këtyre territoreve, ndërsa po koordinohet në vazhdim me mbrojtjen civile dhe policinë e shtetit për çdo emergjencë.